Vaj. Përshëndetje miq të dashur, përshëndetje dëgjues të nderuar të www.radio-rinia.net. Përshëndetje të gjithë juve që në këtë moment e po na ndëgjoni në transmetim të drejtë për drejtë dhimbën në këtë program të natës, në këtë program të drejtë për drejtë të cilin e realizojmë nga studio në Prishtinë. Dhe edhe sonte, si çdo mbrëmje, si çdo program tjetër i natës, edhe ky i sonte ka një temë për të cilën do të bashkë bisedojmë me ju. E pikërisht sonte do të flasim lidhur me gabimet, pajen edhe gjithçka rreth gabimeve. Dhe sonte sigurisht do të jemi në diskutim të kësaj teme, do të presim mendimet e juaja në këtë program të drejtë për drejtë, të cilin e realizojmë pra nga studio në Prishtinë. Edhe normal në mikrofon do të jem unë Avni Lluizi që në komunikim të drejtë për drejtë do t'ju mirëpres deri në ora 00:05 pas mesnatë. Pra, saktësisht tema është a i pranoni gabimet, normal gabimet tuaja, edhe a kërkoni falje. Pra është temë të cilën sonte do ta diskutojmë së bashku me ju. A i pranoni gabimet dhe a kërkoni falje. Është kjo tema që ju mirëpret sonte në këtë program dhe ne ju mirëpresim padyshim të na bashkoheni në këtë komunikim të sontëm në +383 44 888 698. Mund vini nëpërmes Viber, ndërsa adresa në Skype është Radio Vis Poshtë Rinia. Ne nisim programin me këngën e parë për sonte, pra ishte Mentor Kurtishi që filloi transmetimin me këngën Gabimi bëhet një herë. Dëgjojmë bashkë këtë këngë dhe ju mirëpresim juve të na bashkangjiteni në program, që nga ky moment zyrtarisht konsiderojmë linjat e hapura. Dëgjojmë Mentorin, kthehemi pas pak. Ajo kapetani, na detyrohemi të ndërpresim këtë këngë për të marrë në inkuadrim telefonat në linje që kemi. Përshëndetje, mirë mbrëma. Përshëndetje, mirë mbrëma për ty joni. Mirë se erdhe Caki. Mirë se gjeta. Si je? Mirë, faleminderit. Po ti si je? Mirë, nuk është keq. Çka ke bërë se ke kalu? Pa i përbesa Caki, kur gja, zakonshme që është përditshmëri, hiç diçka të jashtëzakonshme. Që është lart, poshtë, nalt, poshtë. Po nga ti çka ka tre? Si vëllon si për ditë, në punë, shpejt, si zakonisht. Në u lodh hiç? Ja. Ha lodhët djali i ri vallni. Çe dia lodhët, as lodhët? Vallai, nuk e të thënë drejtën, ma fort po lodhen ku për hypin kërë marë, për shpesht se sa ku po punoj të në ditën. Po normal, se qatër e ke marrë këtë lodhjen e ditës, edhe tani? Sigurisht. Jo, përse edhe po jemi nga njëherë, po mungon njëri kërë edhe po bomi pa ka shumë kallaplak. Po. Aty në kushllaki, tani. Qashtu. Po lodhen një ma shumë që aty. Ta kuptoj. Edhe rruga thuaj se mas shumë të i 40 minuta. Ti më thamë ditë sheve në me blej bicikl. Me dalë me bicikl, ljosh këshka. Ma që e thonë një më shtë li, ose me dalë në kulisë kamionit. Që është boho tani? Sa? Ja, përdishme. Punë, shpe, të një e ku punon është gjithmonë lëvizje dhe nuk e ndjen atë në lodhjen. Ku të mbaron punë dhe vjen të shpia vallojnë dhe së po lodhën. Atër janin dhimë të vetës, dhimë të trupit. Përbes, se veqa se që të nësë më shkamen në zdarë, me ngrën ora 6:30 dhe po bi, po flej që janë 2 orë të mirë. Po. Mirë, kështu? Urdhëra.
Të rego sonte pak rreth kësaj teme, se ju personalisht a i pranoni gabimet? Po njerë ku të gabon diçka, pa marrë parasysh, duhet me kërku falje. Duhet me Është kërku. është mirë me pranu gabimin që e ke bo edhe me kërku falje edhe me këshillu veten, me lut veten që mos me gabu. Okej. Po, Se derisa ti e pranon një herë një gabim edhe kërkon falje, të fal ai person, edhe ti prapë vazhdon me bo gabimin, prapë me kërku falje atë më se di shumë me thënë. Që na vazhdojmë gjithmonë me të për, nëse një herë gabon edhe kërkon një falje, le të jetë ashtu. Vazhdo mos i ndryshe. Se thonë një fjallë u të pëllohen një e gjallë gabon. Okej. Por ka ndonjë gabim që mundet me ndodhë edhe me të mvesh, pa e bo hiq, e atëherë çka bën në atë rast? Kur dikush do më thonë, të fajson për një diçka që s'e ke bo. Më kanë fajsu shumë, si në botën virtuale dhe në shtu dhe botën reale, private, për diçka që se kam bërë. Okej. Po në fund, unë i kam kërku falje, pse nuk e kam bërë qatë gjest. Okej. Po adine më ka vra jo ndërgjegje se në fund e kanë këptu që se kam bënë, ata kanë kërku faljen. Aty ka qenë pak si ma e vështirë për më. Okej. Do të thonë, të kanë kërku falje për shkak se e kanë kuptu që se kanë bo? Po, e kanë kuptu me vonesë, se unë nuk e kam bërë qatë gabim. Zakonisht e na shqiptarët është e vështirë me kërku falje. Pritojnë me kërku falje. Na vjen sikur për ulje kur ti kërkosh falje dikujt. Për ty personalisht, a do të ishte në rregull nëse do t'i kërkoje falje dikujt për gabimin e bërë? Jo vetëm botën virtuale, në radio, po diku tjetër, po botën reale, një gabim që e kam bë, mundona, unë e kam pështru vetëm me atë gabim, mundona sa do pak me kërku falje. Okej. Nuk është gjanë keqe, nuk është marrë shembull ti ke gabu diçka avni ose ka gabu diçka ca kemi kërku falje avni ose dikujt tjetër. Okej. Tash aty ndërgjegja e saj ose ndërgjegja e tij nëse do me ta fal. Po ti nuk duhet me gabu prapë. Okej. Do të thonë mos me vazhdu me përsërit gabim. Po. Okej. Nëse ti vazhdon shembull prapë me përsërit çet gabim, aty as falin, nuk je që kërkon falje. Okej. Unë e pranoj gabimin edhe kërkoj falje gjithkujt. Do Pra atë gabim që e bëj. Absolutisht. Nuk e ke problem kërkem faljen. Po jo, po derisa vetë jam fajtor, pse mos me kërku falje. Okej. Kuptoj. Gjithsesi, në rastet shumëta njerëzit mund të gabojnë edhe ndaj teje. Po personalisht a ke kërku nga ata që të kërkojnë falje nga te për gabimin që ta kanë bo? Nuk të kuptova një falje. Për shembull, dikush mundet me gabu ndaj teje, pas ndaj gabim ku ta diun çfarë. Po edhe nuk kërku falje. Atë ka kërku falje edhe ai person që ja pranon faljen e kërkuar. Qërë, na jemi shqiptarë. Dhe sa ma shumë e kalum një me një tjetën, është ma bukë, është ma mirë. Normale. Dhe ma thënë s'ka ma mirë. Kështu që kam thënë gjithë me një fjallë të rubëllojë, primi mirë është ai që falë. Okej. Edhe po, e pranoj falën e gjithkujt. Okej. Pse jo? Varet, tash edhe... Po, çfarë do gabimi që e bon, herë do ku e gabim falën. Okej. Edhe qoftë edhe në gabim i madh. Po njëre duhet me dhanë edhe një shans tjetër. Për me u përmirësu diçka. Po. Nëse ai nuk përmirësohet në çatë të rast, në çatë shans që ke dhënë ti, atëherë më largo prej tij. Po kuptoj. Mirë, ca ke? Kjo është pak a shumë. Po falën gjana më të mëdha se lena një gabim më të vogël.
Sigurisht njerëzit falin edhe gjak edhe ku ta diun shumë. Sa nuk ka më të drejtën nuk I ka 20 minuta ose një gjysore që shqeqova një lajm. Familja nga Klina e tha ja falta gjakun e vajzës një familjes nga Prishtina. Da. Të kuptoj. Edhe është me dhënë ja falje më e madhe. Që e kanë bërë, gjakin e vajzës e ne nuk e falim një gabim shembull nëse ka gabu cakët I shka avnia për një gjë më të vogël. Të tjerë duhet me qenë falës. Me pranu kërkimin e faljes, me dhënë falje edhe çikaq. Nëse je zemër mirë po. Okej, do të thonë duhet me pas edhe zemrën e mirë për me kërku edhe për me falë. Unë e fali. Që I bjen si fali, kam qefën nëse je zemër mirë po. I bjen domethënë që domethënë duhet me pas edhe zemrën e çapo na përsëritet zonë. Okej. Përsëritet ty se mua. Në rregull jemi, ja, në rregull. Rregull vallëzka. Mirë, Caki. A e dëgjojmë bashkë një këngë edhe përshëndesim dikën për shepin tuaj. Një këngë. Bojën bo shumë brevni. Për qëllë një që aty që nuk ta ndalon live streamin e tjetë e Facebook. Bo, se di valuaj cilën. Qëllë ndush, nuk është problem. E di që ti zvur për dashni, kështë që tjetë dishka. Jo, rat jemi ne. Ose kjo kënga marri Motra Mustafa për nënën, së është problem të qërë dush. Okej, Motrat Mustafa, këngë qështë titullohet kënga? Kjo marrja për nënën dishka nuk e di për besë. Ja, din titullin. A dhe shumë Motrat Mustafa. Ta dërgoj linkën, nuk është problem. Okej, banë edhe ashtu, ma saktë e kemi. Një përshëndetje shkon për ty, si është dhe herë me mba familjen tënde ku do që je. Faleminderit. Me ashtu dhe vllahun tënd atje në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shumë faleminderit. E përshëndes Arin me mba familjen e saj, gjithë stafin e Arizës, Tonin, Dardanin, Fatën e përshëndes, atë dushin të Martën e përshëndes shumë, DJ Dritën, Islamin, Snikesin, Medën, ati të dho mashimi dhe në përshëndetë gjithë ata që gjindën prej javës deri tek zheja. Mos të marko, se kjenë dhe gjithë tjerë, kështu që në një fjallin përshëndetë gjithë ata që ndëgjojnë PRIHW Radio Rinia.net. Okej. Faleminderit shumë Caki për inkuadrim, faleminderit për kohën tuaj edhe të përshëndesim shumë. Faleminderit edhe ty ishte kënaqësi që përsëri. Natën e mirë. Ishim me Cakin, e përshëndesim dhe e falenderojmë që ishte në program, I dëshirojmë arktim e disponim të mirë. Ne vazhdojmë tutje. Miq të dashur, të nderuar dëgjues, kthehemi në studio sërish nga kjo këngë shkëputemi për të marrë në inkuadrim tjetër në telefonat. Mbrëma, përshëndetje, mirë se erdhët. Noma, përshëndetje, avni Lekiqi, ai është shok jam Argjendi ka Suedia. Jo Lekiqi, është Lulieta Lekiqi, unë jam Lugiqi. Lugiqi, se germën e porë buse, jam të groni farë bicikle shtu, e më kash për ty guma, që shtu për groni. Je boni farmigjeni me pak fjallë. Jo mërë, nesim, na infroshe, se jo mi gjeni mërë. A mi gjeni, ani s'ka vëllja. Qështë ka ma imi? Mirë mërë, së është keq. Qa ke boti? Pasha, Zotit, knaqe, alhamdulillah, të falinderu Zotit. Që këj weekendi, bot, po munona premë të në gjumon, kur po këtena, për punë e për foli gjumon, po thëmë kështu në dile ku me pushu, po dalin punë ma shumë. Dalin. Pasha, Zotit, po mirë, që Zotit, ti? Puna s'ka të nalën, mirë, që? Dynja like, shështë, nalte poshtë. Prishtina mirë, inshallah. Prishtina, s'ka si Prishtina. Ka jarë ku pidali, që shto piqoj mërë atje, për kënaqë, me Prishtin s'ka për të kalëzaj. A më beson që ora është gati, sa është njësës për më me pose kom telefonin gjebish, beson që të rafshën rrethin që të I kam 1, 2, 3, 4, 4 ndërtesa, se cila është ka 4 katëshe, ka 3 hyme I ka bënë të hesab so familjen, ashtë një njeri gjallë, vishën me bicikët kështu për cilë. Thu se së është kërkush I gjallë. E para me ndotin që si kohë me dortin Prishtinë që të është, knaqësh. Apo të në kikirika, apo të në forat klikare, që sa këzat, që kohë të zotë knaqësh. Të në të mira. Ani, nëse në 3 vjetër? Mirë, kej qështu me 2 vjetra se. Mërësi I rjeti, alo.
Po, marrë qysho, qike re jam halone. Qike re, ka kilometra. S'kam shumë kalune. Temën shumë e qëllume. Apo? Qdo temat ku vetë, s'disha arë për desa pet. Api qëtë t'japi merë dikuna për t'japi dikusha. Valoj shumicën po i qezëve diçka po asistojnë kanë Kemi qenë t'i mera. Kanë erë dhe dëgjusit po asistojnë, kanë erë edhe ari pas here në i tem të mirë po ma jep. Arin përshëndes shumë, se më të edhe ato se këmë dëgju i shollavish në është i ka kalu Ragipi, se i shkombi Ragipit këqa. Se gjenë gjatë apo lese mira. Me sa të zdiu, ne vishë... Me qitë, në të të kryqa me qitë se gjenë. E kam një shok, sot është me tonë, e kam një shok që shtu kur ti thonë për dikon është pas qeftë, ta që se nuk të krysh me gjenë, po da i gjo se gjenë. Se gjenë gjatë, edhe më po thamë që se gjenë gjatë. E kështu, Argjend? Po no. Okej. Edhe shumë falje, shumë jemi duru shumë, për ste për me, po gabime bojmë, por du mi ajë që i përmison edhe nuk i përsërit. Okej, me vend. Kë mendimi jem edhe do të se cili më konë kështu, po tash dikush as njoni nuk jemi të nejtë, që përket gabimet s'ka njeri që ka konë që është të portit, i që edhe kur t'ja falja e më s'ja përmenë. Kom të gjupi shumë njerëse që Allah me ja fali veç. Ja haru si haroj. Si haroj, po. Dhe me thonë atër ma minë më s'ja fali hec, birim, se nuk e di, kjo është mendimi jam. Okej. Me vend. Jo, që me vend, se. Po. Me gjithatë kemi shumë raste që ka krenari ko gjatë madhe njeri jo dhe thjesht nuk e pranon gabimin e vetë. Edhe është ati personit shka filash kur të kthejesh me pa bu. Adim... Unë munona si do mos në shosni, munona shumë me mati vetën që ka foli. Se si fjalla që të vranë, as plumi nuk të vretë. Kjo është shumë e vërtet, se për shamë në qëfësënin më nëzjesh kur qona në 40 minuta, nese që atë interval 20-25 minuta në shpejt dhe sot dalë të shpis, po si të dalë në zatetu, në si zatetu shokun e parë, apo shefin që vjenë më marë me kërë, nga thonën një fjallë pas një dronë, ati gjithë ti të alu me shkon në kesh. E kështu pse, nga thonën në përshamë ato, po mënona si me saba, mënona ato me shti me kesh, që me shku këtë dita e marë. Të me thonë se më shkon edhe mu, më vaj nervos, më shkon edhe mu palidhe, si mu më bo nervos do te për më konë, edhe nuk bona përbes shumë shpete që të coj vetën, edhe shumë rallë bona nervos, po dikush e thet fjallën, apo këtën edhe tani si me sabah, dohet për që ato po është pak vonë. Ta kuptoj. Se është shumë shtirë me këthy, e ki shumë letë me qitë, edhe është fakt. Kur të qetë, mos funësh me këthy, shtu ma mime se qetë. Kanë thonë shumë herë pleshti një gjeni, na infrashje, bob jeme, bob gjyshe, stërgjyshe, kanë thonë, para si me folë, me notë 3 herë që të njerë fjallën. E dikush të menon heq, e unë përbes, ka njerë që u ditë na shumë e do njerës, e thojnë fjallën, edhe nuk jetë pes pare, Allah, atë ka arë që fjallë bërë si më trasë që kishë 100 kila o 200 kila, nuk janë një në burë. Së më du me përdor një farë shprejët, në ashtë e din, lopa që e bënë ato për mas, si janë një, ajo shumë e keqe. Do me thonë, pa ma parasysh është ma i ri, është ma i vjetër, është e re, është lakë, do të me murujt shumë që pe thu se nuk mund është me këthy ato kormo. Edhe tani, une gaboj, me bo me ndodha jo, e personat, përbes jam qasi njeri, njësem ju përkullna vetëm Allahut, po i kërkoj falje me shpirt, që me kuptu personi që nuk e kum pas, qysh aje e menon. Edhe qatë moment që i thom, bo ma halal,
apo kërkoj falje, që fësit kom prek diçka, po që fësit të më lëndu, a më mja përmen një më kur. Që kuptoj. A në qasi njeri jam, a prek në vetë, se njerës jemi ju burë, do me thonë, gua është për tullit edhe për i mishit, nga bojna, po, ilo mjaj që e mod vetën, se unë e ndërlidhe edhe këtë fjallë me një thonjë që e kom për i babit, se shumë sene ja vjedhe, që kjo tem lidhet pak me të meshmin e të bishmin që ka dalim. Okej. Ta kun bo këtë pytjes dhja ta kun bo. Në duket që po. Do me thonë i meshmi i fol gjithmonë se menon që i din gjithë shka. A i dish mi fol vetëm atër kur dohet. Okej. Edhe kjo lidhet me qëto për shamë, do me thonë që do të më konë fol kur dohet e më shfol gjithë se gaban. Do të ka njerë më nalë, adin edhe me ngu. Kuptoj. Të ishte mendim jam, më faleminderit. Faleminderit që na pe kohën. Knasi. Që edhe në mrina, që fol, që më sobë shpejt, mrina ty gra, biciklës 2 kilometra në orë, jam ty gra biciklës, se një gra ma shpejt ty bëm kishku ajri, kështu së më shë, kuptu kur që po folje edhe se po frim pakera. Edhe... Mirë jemi dëgju. Krejt mi bon të falë atej përshëndet, pit pari që ka thirë, që më në shumë mirë me folë me taj përshëndet, janë ata, arin e përshëndet shumë, ata dëgjus në rrallë që janë krejt, ti kalosh bukër, mas programi shkopje një ku dush, ja dhe me shkru të qaj se jëm të llogarit do vazhdi të kam bush, tash një 20 euro më duket. Ti çfarë pipenat më atë vogla. Po, që tash e meritoj një 20, që se jam bo shumë. Po, tani tërë. Kështu a kina e farë kartisët jashtit. Ta ka bo ari, alo Gjermanishtë. Jo, mëre, qa po dhe me pas pare për me mush kartisën, kështu që s'kem moneda. Po, vëllaj, se kartisa, apet se nderet do të më pagu. Aja do të me pas pare në të, që ma mirë heq pa të. A, cash u doj, cash. Cash, Allah, cash o burë, sot më ish cash. Cash. Faleminderit ty. Një kanga për do? Faleminderit e ty. Për desë që ato që ndresë, dhe që ma vrese u këthejë, dhe se ma në shtopë se u këthejë, kërkus për këthejë. A, be kuku. Okej, do t'jetë shumë... Oshtim për qenë, vallaj, se me vujt, s'kum vujt kore, në më t'ilap i zotit. E në guj, po, kur për piqoj, që shtu do kongë pak që i përkom qef, unë e i dëgjoj me zonë, unë i dëgjoj me shpirt, unë i dëgju me shpirt, apo me zemër, me kajva, që unë i ndishëm për besë. E kështu me vujt, se s'kom nevoj, kështu me vujt, mi ka folë zoti 2 dyre, kush do mirë, zot, kush don, sot dush i ka qu zoti, ka shtu në di, po bojnë ma shumë femna se marshi, po ka. Ko ka mirë me harë që ati edhe unë. Po, ka i në tashtit në zetë pa koha, shumë interesantë të punë aty në, po, nese, se cili e ka të vetën, po, pak do të në bo pak edhe shaka, po, s'ki nevoj me vujt këtë jetë, vurë. Është e shkurt. E vërtet. Qa që shkurt është ta që zban me maltretu vetën. Po, se tonë të një be i ri ka dek 74 vjetë, po jo edhe ma i ri ka dek, sa i s'pi logarit, so ka flejtë, so ka punu, a që logarit këtë vjetë. Në logarit unë i kam 44, po me këshyrë 7 euro, doj për gjys 22, plus që a jetë kërë gjys 12 vjetë, sen sa ora. Si e sen për një macchiato. Për 5-4 muj vit i ri, 2019, që i 4 muj, po dojna mi 5 një shkoj sa ora, që vjeni qërshori, vjen qelen qërshia, pjesën, haën, del, të... Lërë vit i ri, s'ka. 2020, Oke, Erzant, faleminderit shumë. Faleminderit për te shumë, në qetë edhe vikend bukur, edhe dilën, që ashtu e dilën e di që këzajnë ma shumë knoqër. Pa tjetër. Përshëndet të tonë dhe në të një. Faleminderit, të përshëndes, gjithat mirët. Ciao. Ishe me Argjendin, e përshëndesim dhe falenderojmë për inkuadrimin e ti në program, arktim e disponim të mirë i dëshirojmë dhe mirëpresim edhe në programet e tjera. Kjo kanga që në u kërku nga këtë djali, në ndërprej në live streamin, në ndërpreu, kështu që duhet edhe na kangën me ndërprej, për me vazhdu me një kangë tjetër, le tjetë qëndresa, pse u ktheve, për dëshirën e Argjendit, pse u ktheve, qëndresa,
Bratislava. Okej. Ne vazhdojmë, padyshim, vazhdojmë të ju mirëpresim, vazhdojmë të jemi akoma drejt për së drejti në +383 44 888 698. Po ashtu mund vini edhe nëpërmes Skype-it, adresa është Radio Vispusht Rinia, ku ju mund të inkuadroni pra edhe nëpërmes adresës sonë të Skype-it. E ne vazhdojmë pra me muzikë, kthehemi sapo të kemi tjetrën telefonat në program. Nëse lëshohet konga, vazhdojmë. Nëse lëshohet, apet vazhdojmë. Kthehemi në studio me tjetrën telefonat. Mirë mbrëma, përshëndetje. Mirë mbrëma, përshëndetje. Faleminderit, mirë se ardhët Islam. Mirë të digitalni. Si je? Faleminderit. Mirë, nuk është keq. S'është për tu ankuar. Çka ka të re? Ma, ne. Punë shpe, pak I daut. Do të më që herët ose do ka do prap krejt, shka, shumë dhe shumë në punu fërkër. Ka herë që rrallë për në rrugë që të paragrafi. Po mirë, apet. Po të? Mirë, ja kështu të zakonshme, për ditëshme. Ka është gjithë shumë. Inshallah keshëm bashkë me juve, që më të thonë në Islam. Jo, ti kesh vetë. Jo, vetë, po me po. Shumë me që dashamire me jarana e shaqe. Ashtu, amen. Qështu që. Që shkoj dita përveç punës? Allah ja dhe birë, erda të shpia. Sot është unë edhe sot punuta? Sot ku punua se atë ne kenie djetrit se je kështu ke dalë shumë. Se thënë dikush I dalun, e dhe në kur thënë I dalun, thënë do dhe I dalun shumë këryrë. I dalun mes, po. Qa është, ote. O kam me ka flasë, se me një njëri që I kam mendimet e përbashkët atë knaqe, ai që s'është, si ka mendimet, ta do në përgjysë të nazën e shtatë. Mo, nuk kështu që mirë, apet, bile ma si po kemë me kanë me folë mirë o punës. Po punë, si që zote që në qëlloj që të këtë njërë. Bësh. Edhe birë atë të shpia. Edhe një dy herë ka një si që më këmbohe. No, te koke kërnash të plejtë. Po, apetër në klejnë. Apet, jo, tash ma si të përfundash me radio, me emisione, me gjera. Ta më puna se edhe pak edhe koha për ndikon. Të njëri e ke po kur është kur e mund vujtja, flenë. Flenë, vëllaj. Pse pe I vujtjes po flenë o Islama? Po dhe, se e ke po njerëzit që vujnë flenë. Që jam e nëme. Le e thasë flenesh. Po që do kështë të thona, I pe I vujtjes tyben të ka flejtën të ka qilë sa boj me telefon dorë. Allah pa krejtë. Ja, Allah në sabavesh më nëmë qelë, sabaj ku të më dhe gjumë dhe kopi telefonin. Tëkëll. Tëkëll. Të kom thonë më spet cigaret e jo po pi, që e tash hajrin. Jo më reseptaft ka ta na. Ftaft? Ka të naftovre, ti që ka bo? Jo, më sot ka qenë koha verë në shërin e madhë. Ja, Allah, të në ka tonë, konën ka pos një vazhdurim edhe më dëk një po flit veri, atë të është hajme të taj, edhe qyqja ka arru me kënu e sëri. Qyqja janë rema më naman. Apo. Argendi ta bonin një bjamën pa I duke rritje. Lekici. Jo, me thonë Argendi, se sigurisht të në ndëzhu tash. Nuk është avni Lekici, po është avni Zelo. Qyqja me nënë. Jo, dhe që aty së në. Ja, do. Logiqja ku më vjam në që kënjës, këtash. Okej.
Po, qiknis është, qiknis, jo po djalnis, islam. Djalnis, vjen kjera se, nejse, unë e ka bua oqare, të kish dosin e me qëmë qëtë mungue. Qëtë. Nuth pa kry qëtë. Pa dhe? Qatim. A nësë është këj bashkë të po laf, dhe ishtë bika qikare. Edhe e zëmban, pëse jo. Pa dhe? Qare për në qëtë islam. Ti gërne unë e kanë visën, ti në pashtë një më të mirë qëtë. Se mu tu ka s'popën se kanë arton dhe ke poti. Kanë arrafsh, atë në visën tjera. Gurëri ishtë atje që i vjen me gurë. Pa normal gurëri ishte tani është kodërka. Turizm i të thrafshizmon. Jo, që të për momentin, kjo red code. Së di që ako ka një. Malbara red code, hajde dhe. Mërë balë. Në mirë është dhe kjo, kur s'ka tjera. Kështë që po ta qeson e një që tu? Ha qëtë më bak janë në muskullë, që t'jenë në një që... Që dhe i geni një shëk jemi pen prestigj, edhe dhe ke... Edhe që të mani malbara dhe ke ti befasoj më shknit dhe ke... Ska pos o thaj edhe që... Po, i befasoj një qanë si... Më rëse. Që i gjesë këna një farvokti me... Atë që në thonë katon që kanë maru i me kofe, me shku me pinqesh me dikon. Po, te këroni. Kurdona, te këroni. A ne? Sonte me gabu edhe... Gabime me kërkim falje me që sa në islam. I pranon gabime edhe kërkon falje. Për gabimet e bërë. Vallahi unë i pranoj gabimet se kur gaboj i pranoj gabimet se nuk po na krye forteq. Se më na ka gjithë fort me nej gopin. Se di që një ditë ka me dorëzu shpirtin ati gjeresha në hudë madhëreshme që e ka marrë hu, e ka ma ka dhonë hu. Kështë që edhe pranoj gabimin edhe kërkoj falje. Edhe pranon gabimin edhe kërkoj. Nuk më vjen mërzi heq më bile. Bilëm duket besa edhe me krenari bile e bëja atë kërkoj falje, edhe pranim. Po kuptoj, po përgjithsisht a je person që bën gabime të shpeshta apo mundosh me urujt, mos me bë gabime me qëllim ose me tepruoze se ku ta diun. Avne mundon me ka një kujdes shumë maksimalisht. Çmon për të gjona, po është puna që njëri pa gabime nuk ka. Se jemi vetë krijesa, njëri është e tillë. Kështu që ato gabimet që i bojnë është më padije, Zoti mos pare në i falët, inshallah edhe të njerëzit kemi mirë kuptim. Normal të ata njerëzit që janë mirë kësha den në kafiqire që dhe në blest. Se ai që nuk është mirë e bëtë hava, ai të shamull e fletë ndryshe ta interpreton, mos ke shkëpta diçka për në pomën që s'kona dite që bon hajgare të edhe, po kështu po thamë me ka interpretojnë që më ndryshe të asjole dhe vesh me nëzit diqka. Atu, shamull, atu nuk i kam fort. Kur ti kesh interpretojnë, shamull, ti qesin ke ndryshe të një të bojnë kishe ty që i e ka ben. Ajo është një loj provokimi, shamull, që ta bojnë se ka një ditë të sotit ashtu a. Mununa me honën shumë e kujdeshëm në ato, ose kur e di vetën shamull që nuk nina keq, edhe që tërkonin e lëvaritis edhe ajo është njëri sëmi. Edhe njëhet keq shamull për i diçkofit nëse unë e lëndaj shamull ose thjesht njëhet e laj keq me një fjallë, si korën. Po kuptoj. Unë në me ka një kujdesh. Po kuptoj. E kam një të keqa që edhe unë shamull mas i bon edhe të kujdeshëm, edhe gabimet e huja shamull, më mbone shamull me boni gabim 20 herë shamull atë se me shku thellë gabime vëlloje me keqavni. Se u jam një njeri që nëse thellohet shamull edhe prejkin nga ven atë tak atë atëherë që të një fjallë të ka më përpullu se nuk e fali.
Nuk e fal. Ja, ato, ja. Ka njerëz që po dhe kësaj bote s'u fal. Oh, Po vallaj po krejt. Islami që ka pak problematik se kur vjen në atë situatë, atëherë, domethënë me shku njëri prej kësaj bote, mos me e fal. Po vallaj, që të me ishte mu rripin kur ka si njerëz në mu se vallaj është problem. Rripin e sigurimit. Hoxhallarët kur i nin me nik si raste pasha zot me lomat atë me rohen, se mas mirë të e din ata. Se i kena mësuar sa të tes. E kështu që e din ata mas mirë se çka është keq për një njeri që shkon në dynjë dhe nuk i falet. Nuk i falet, definitivisht. Okej, po kur dikush kërkon falje për gabimin që e ka bo, domethënë ti në disa raste edhe se fal. Erba në rastet e tjera kur dikush është në situatë, po them jo shumë të fajshme, as me faj, as pa faj, as andej as këtej. A mundohesh me gjetë atë farmesin e artë, po them në kuptimin që me te i kalu fajin? Avne, unë e bëj kompromise shembull për aq sa është e mundshme shembull. Sa shembull dhe janë shembull etika morale e njerit. Sa është si njerëz shembull, mujna me fal, edhe sa na thotë Zoti me fal. Në ato vende se normal se dhe na jena qenë njerëzore. Edhe na i ka caktuar dhe Zoti kur shumë fal edhe atë vjen e kuqe. Aty ku mujna me fal edhe aty ku s'mujna me fal. Nuk u gjojna me fal se thjesht atëherë na kena mundënu, kena më dhënë përgjigje. Okej. E çdo sa në shembull ka disa njerëz shembull që nuk kanë kujdes edhe futen çatë. E atëherë me kërku falje shembull unë me ja falën shembull një gabim till. Atëherë unë pse me vonë gali para Zotit të konë lënë atë punë pezull krejt. Okej. Edhe nuk më interesoj që atë ku dolmi para tij në gjykatë si duket se çeli është. Atëra që ka të bënë, sa e gjykatë si drejt, nuk e në paskut. Definitivisht, po. Në atë rast është e saktë, e vërtet është. Mirë po, ne prap mendoj që duhet me pas një vallaj vije tolerance me i thonë vetës hajtë se ban me fal, hajtë se ka gabu, ku ta dion. Ban avne, unë e pra ta të ashtu sa në leo theja. E kam një lloj biblioteke libra, kam prej 20 copave. Është një që flitet për shembull për morale. Është një temë shumë e gjatë. Edhe aty flitet ku gjithë shkafi argumentohet në bazë të jetëve kuranore dhe hadithave të pejgamberit. Ku Allah ka tërhequr vërejtje për besë jetëve kuranore, po edhe pejgamberi ka sjell hadithe. Që ndagjona shembull që ka njerëz jetën reale, po shembull edhe virtualiteti, se virtualiteti moshë edhe më i fllëqët edhe më i zi. E aty nuk guxon ti me fal. Se e falesh ato, atë drejt pa drejti ti e rresh shembull kundërshtim me librin e Zotit. Me Kur'anin famlar, me jetët e Kur'anit. Atëherë çka je? Nëse je musliman, edhe i thu vetë shembull musliman, atëherë ti duhet me lëndore me ti. Edhe hiç. E tani ai çka bën, ajo është tjetër se ai na ka kriju gjithëve. Okej. A do të ishte çuditë Islam nëse dikush për shembull ty nuk do ta kishte fal gabimin që e ke bën ndaj tij? Domethënë, a kishe me thonë, ky s'ma fali. Edhe me ardhur në atë gjendje saqë me thonë, ndoshta be kom gabuar dhe ndikojnë që s'e kam fal. Avne, nëse bëj gabime tilla, me thonën gabime qashtrona, mos më falen nuk unë dhe mërzitës. Nuk habitna. Po për çata e kam një lloj frenimi me thonën. Ose një lloj kontrolle se nuk futna në gabime tilla. Edhe, kështu që disa gabime ndoshta i bëj, edhe shembull shumicën është i bëj edhe pa dije. Se jemi krijes me të meta, këto duhet ta pranojmë gjithë njëri. Se nuk ka përcashmërit, atë përcashmërinë Allahu ka dhënë për vetëm. Edhe, kështu që duhet kështu, po gabime trona në futna. Aty ku nuk mundet me përballu, nuk e flas se tasha fillim. I frikona se kam bërë një përgjegjësi, e kemi një bërë që halo pa e krye. Ato do ta kryejnë në fund jetës. E para ata do të frikona. Sikur njerëzit ta mendojnë gjithë njëjtë, atëherë nuk kishin bon shembull gabime.
Hajde. Ko ke ftof keq. Vallai ftof se ftof tani. Ftof se ftof është normal. Kjo ishte. Okej. Mirë. Po kota është tipat lloj-llojshëm, mund të mos më fal. Po varësisht atë çka është, dikush na shtel një kabin të vogël, ku ditë, e shfrytëzon një farinoti ose një diçka të shumë nuk përshtatet me ty. Mund me ku tani jo në tash mund me konoj në fal pianit, janë në fal njëri që ti bësh fal Allah dal për rrugën e Zotit. Ai shapot. Tat minutë të çes, ja foli. Por ata nuk mërzitna. Nëse s'e komplejnë diçka atëherë Zoti kur s'u fal. Okej. E çaj atëherë çka don të vendosin. Normal. Mirë, Islam, nëse dan një përshëndetje dhe një këngë, ne me kënaqësi do ta dëgjojmë për ju. Mirë, kërkoj falje se të thash për djemër, se... Jo, më nësë ka dërë. Frasë me bëjmë hajgare, po... Pa problem. Jo, nëse... Edin se serioziteti të unë është, me thonën, një pikë, me thonën shumë thelbësore jetës, se... Po mjeqë sa vjetë. Ta është shumë se tëmë, përshëndes tyje, me gjitharin, edhe familit juve. Faleminderit. Përshëndes pastaj përshëndes Pitolin Bernardin, familjen e tij, përshëndes gjithashtu edhe Ortën. Përshëndes Bocin shumë, në familje. Asha Bocin. Po, Bac tash mas, jam ai vjetër. I bjen më thonë edhe Bac. Si jeni shumë me gjithato, pak që të diku. Jo, valla, do vjetë këgja mirë. Nuk ka kallë... Nice. Po, pasoni tash për rafshiti 40 që. Ma qikeri jeti 40. Që jo. Njerëzit 40 vjetë menojnë mu martu? Po, loj mire ki, se qashtë në 40 dhe kësme qashtë ja bëjmë me 1 minutë. Po bëj shaka po bëj. Jo, përshëndes. Okej. Përshëndes pastaj edhe Dritën. Edhe Dritën me Blerinën, se pas ka këtu Blerinën, përshëndes edhe ato, se ju do Drita. Përshëndes me edhe Elonën. Përshëndes këtu Bletën. Dhe ka dalë kush janë të DJ Besi këka. Ma dosta. Përshëndes me edhe Gjyshen. I të shumë se orë, se pas ka orë këtu, pas ka orë me atë sërën e Hekrit që të këtë. Sërën e Hekrit. Hekrit të që dhe këtë këtë Se tjetër këtu. Tjetër, djali është në gjithashtu, përshëndes gjithë të qendë dhe me shkrimit, edhe gjithë të gjusit, përshëndes një kjersin, përshëndes pastaj ta më nëse harrova krejt, përshëndes me drenushën, me mësë harrojnë, se në ndëgjën të kërështë, edhe perra i gjithmonë, tani mësë si përdalë, po më bjenë men, përshëndes edhe Klodin, me familjen e saj, se ndoshta është edhe e të në ndëgjue, nëse s'koj me gjenë atje ku punon. Që di, ndoshta. Kështë që ka që shtë përshëndetja ime, konga son të leçkan nga Gjeki Halal. Halal? Haram. Haram. Ja, halal, s'ka me ta mu. Qysh, tjetëra? Një kongë e fort. Hajde. Gjeki. Gjeki. E dritën kërkoj folje në mes, qërë ma të rëhaq vrejtë, dritë kërkoj folje se këtu e këm bori gatëm. E përshëndet dritën me dashnin e vetë, se harroj vetë. Inshallah s'tirë se është me të qufar kapet. Kush? Ai dashnia i dritës. Yes, bestaj, pashtë të guma. Që këtë Gjeki? Halal të qoftë. Nuk ka me ta bu. Nuk ka me ta bu. Hajtë qëre. Nuk kam me ta... Halal s'ka me ta bu. Qishka qështë. A gjete? Gjeki halal s'kam me ta bu, po më do këtë. S'ka me ta bu. Ta është. Qaj. Në regull dhe tjetë për ty pas pak qastër. Ajde, faleminderit shumë për mundësinë, faleminderit për kohën, se e zota dhe në shumë. Faleminderit ty që u inkuadrove, kënaqësi që biseduam, edhe mirë të gjofshim. Mirë të gjofshim, gjitha mirë. Dhe shnet. Me Islamin ishim ishte dashur, e përshëndesim dhe e falenderojmë shumë për inkuadrimin e tij, i dëshirojmë marrëdhënie disponim të mirë, ndërkohë vazhdojmë me Gjekin kthehemi pas pak. Dëgjues nderuar, kemi dëgjuar bashkë preferencën muzikore të Islamit, të cilin e përshëndesim dhe e falenderojmë
shumë për inkuadrimin e tij në program. Dhe shërojmë akte me disponim të mirë. E ndërkohë ne vazhdojmë rrjedhën e programit duke mirëpritur telefonata të tjera në inkuadrim të drejtë për drejtë. Do të vazhdojmë akoma të jemi deri në ora 00:05 mesnate. E ndërsa okay. Sa do vazhdojmë me ndonjë këngë tjetër të cilën do të shohim ta përzgjedhim ndonjë këngë të bukur. Ishte më herët nëse s'gaboj Artan Yusufi, edhe ajo është e mirë. Nëse pa e vazhdojmë Artan. Opa. Marrim tjetrën telefonat në këtë çast. Përshëndetje, mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirëmbrëma, mirë se u gjeta, Avni Burri. Good morning, USA. What's up, bro? What's up, nigga? What's up, my nigga? How are you? Good, thank you, good. How about you? Nice, me thonë se kur qysh. Jo, nice, vera për ju vjen. Lullet kanë qelë. Po. Lule. Oj, lule, e tjera. Oj, lulia jonë me limona. Qa ashtu që? Oj, lulia jonë me mandarina. Lulia njëri mandarina, krope. Aha, të këna, që anë me konë mandarinat e vogla. Bu. Kuku, qa bona, qa vyte. Ish mirë, bekem gjallë, qështu. Ti, që shkallove? Vaj, qështu, në punë shpe. Maraton, gërbeti maraton është. Ja, po. Qysh vaj e spuna? Mirë, mirë. Përgjësi mirë. I ngarkum sa dush, këm pas pak një operacion të vogël e këm pas në kam. Mo. Për sëri. Tash mirë? Mirë, mirë ka dhënë Zoti, mirë jem. Shëqër. Po ti shka e ki babajin? Allaj qashtu njëjtë, sigur që shka qenë. A e pleshtia o bekim. E ban vetën. Nuk kem çka bojmë, dashtëm plesh një jashtë këto. Ja, kur vjen ajo, thonë që me plak njëri ban me ban shaka. Po, se vetë keme u bo për apë plak. Qashtë. Temën e kështë bërzia një temë mirë, mëre? E mirë është tema, sonte po, pak për a i pranoni gabimet edhe a kërkoni falje. Edin që unë e pranoj. Ti po. Që tërkus dhe pranon është ta për mu edin që e pranoj. Ti po, ti e pranoj. Edhe falje kërkoj. Ashtë në regull, do më thonë, kur njeri ju e pranon fajn, gabimin, falje, kërkon, a është normale? Everything is okay? Sidomos normale, njeri që në burë, njeri që ka moral njerëzor, a e pranon ata. Okay. Po kur qëndron kokë fort në gabimin e vetë, se shafat në të ashtysh, më në shafë njeri, më me thonë njeri ollë, njeri pa ndërgjezje, kur e ban njeri, zdo njeri ka ban, kërkush nuk është perfekt. Exact. Ajo është. Mundet me rnaj, me ignoru gjithë kush, por nuk është e mundur perfekt në gona s'kush. Ja, s'ka perfekt këtë dynja. Po mos me najnë kokë fort, në gabimin e vetë. Gabim qashtë, sigura më sharedini. S'ka sëmë një jetë takë në Serbia, dhe mirë e ka bo. Aty mirë që e ka ngri kryt. Unë e javë votën. Aty mirë ka bo që e ka ngri kokën. Po në shka këtë ka ju? Vala jo, krejt me të vjetra o bekim që është të zakonshme, të po nuk ka pak, të pa... Po është për pjetë. Po është për pjetë si gjithë, pa tjetër. Nalt poshtë qështu. Ishtë jam në zgjova pak më herët. E përshëndes atë për të qërë dëgjus nuk po shahva një që ki në live stream, po pa marë pasi. Përshëndesjan. Pa tjetër, po flenat atë live-it nuk e di qa u bo. Pasha, zotin do këtë po, për të gju pak më rëbë, se gjithë, ku janë flemë murat, ku janë... A i një gjolla. Qënë, jebë një zopa. E thira bekimin me thirë Trumpin e ta ora në dheta. Po, i menzës Fred mund zetë, Trumpi. Ku. Oke, avë në të përshëndes. Falenderit. Të raj emision në barë, me dëgju së dëradës. Shumë falenderit. A do një kongë të mirë me dëgju? Sigur e se do në kokë tanë, e di që
do ta zgjas një këngë mirë. Mirë. Hajt kujtoma në i këngëtar që të pëlqen ty bile ta gjej. Ai një përqep Po tonë. shumica tash edhe Lulieta Shala po na i bllokon vajzën. Po, vëre, na metën të në bloku. Nësa ka tunë, një bon keq si me e po Katastrofë. nëse ki mundësit po asha zonë, nësë po di mërë jenë bon keq, jenë bon halala. Një përqep. Ky sef duraj nuk na i bllokon. Sefa, po, nuk na i bllokon sefa disa. Sefa jo, ka disa tjerë, po do t'aljon përsëri prapë në ty, se Okej. nuk më kujtohet asnjë për momentin, po të përshëndes sy me familje, Klodin e ka hub kejt me sa qazës për shën dy kantë. Problem. Po, e përshëndes edhe ata në numshin, kur pe hana një darkë, hej. Ku, nuk e di jo, ato e din ti. Në sarrasë dhe kemi pështyn, po kur pështyn nuk e lepin. Ata... No way, nuk e di jo, ne. No way, Jose. Po të nga të smaj. Edi, përshëndesa një shumë. Shumë falenderoj. Falenderoj për kohën që më tolerovë me thirë. Për të këmë thirë të qazët, 2 herë, 3 më thanena, ma ka që telefonin, të o, qazë më shalja. Qo, he burë. Qo e bresës, qo e bre burë, qo e bresës, sëmë të e bo namin. Qa ti bëjmë? Nashta ka qenë zonë, qa ti bëjmë? Ashtë e mundur që ka qenë, ashtë e mundur. Gjithsesi. Unë të falemderoj shumë edhe të përshëndes ty edhe mbar familjen tënde, gjithë mi përshëndet. Shumë falemderës shumë. Një këngë ashtu do ta lënë sigur që thash në kohë tande. Okej. Do të jetë një këngë. Para ta dojnë dëgju se do. Patjetër. Unë do ta dëgjoj me gjithë ata. Patjetër, edhe ne me shumë kënaqësi do ta transmetojmë një këngë të bukur. Okej, pamberoja. Faleminderit ty. Hajde. Hajde, ciao. Ishim me Bekimin, me ishte dashur, e përshëndesim Bekimin, ne falenderojmë shumë për inkuadrimin e tij në programit, dëshirojmë marrëdhënie me disponim të mirë, e ne do vazhdojmë me Artan Jusufi, kënga Bjondin, kthehemi pas pak. Vjen telefonata tjetër një herë, pastaj vazhdojmë me këtë këngë. Përshëndetje. Mirëmbrëma. Përshëndetje, mirëmbrëma. Mirëmëngjes, ko. Ç'kemi dako? Ma ç'kemi zbon për bes. Ç'a ki bo? Ku qa kombone. Ja i shala. Qa s'kombose. Shakotri. Shaka me pas. Por me mund si e. Po dhe po. Qyqje. Pa. Jo, valla. E desha one që sa. Po i thash valla, s'po merr vesh. S'po merr vesh, s'merr. He. Snik, që shkallove sot? Oj, mirë dhe po dyqyr si ftat se pa qef se dyqyr. Që ka ba më la kështu? Valla, nuk e di, është me mënd kesh, po se di. Po në mas je kanë me motor? Edhe me mënd, edhe me motor? Ja, jem kanë pa motor. Pa motor, veç me mënd? Veç me mënd jem kanë. Valla, e problem puna? Njeftoh. Që ta tira thash që me bo. Shkën në farmacinë më të afërt, i thu më ka quar nija, a kene një paracetamol, jo po paracetamol, edhe nëse kanë, të i shola e shqitni. Zin, për gjëmosh. S'ke nëj të tyrim tjetër. Letë këta, banë edhe herë të këshkruj se të ja, gjë. Ja, që ishë më se shkru. Ka ku shkru. A bën kështë kur të shkoj ato në të edhe, ja të i folë direkt. Po mëre, veç të i asoj zënjushës, të i mere numre në avnis edhe të ere direkt. Po të cila? Të ajo, pëti të ajo. Bukri. Qatë. Mërë plako. Kështë, a pi kalëcën avnis, a e pranon gabimin, edhe a kërkon falje. Po i... Qa me folë? Po... Qa dhe? Dohet, gabimin e dohet me falje.
E pranë, ne do të me falje, do të mos me falje. Po, valla. Do të kërë edhe kurse ki gabime që dhe s'ki fajtë hezër me pranu me mordi vete. Ka, atë që kjo është e keqe. Është e keqe për këherë dhe me te i kalu sa në të edhe No. Reform. Në përgjithësi ka ndodhur që njerëzit më shumë me bo gabime ndaj teje apo ti me qenë ai që ki gabu ndaj tyre? Nuk e di që më thonë, është komë ti që kam bo ma shumë ndaj meje, për nuk është që edhe unë jam i pa gabime, nuk më gabu normal. Njerëzore. Edhe faljen, a jep faljen kollaj? Do të thonë kërkoj falje, bona një diçka, të kërkova falje, a ma fal kollaj apo vare? Qërën vare dhe që shë kërkën falje. Ka pak një falë, nuk e lezë në thonë, falë do se e bona që gabim, edhe u kryet të shukon. Ta. Po pak me dit me kërku që shdojt. Se letë me thonë, ola fa ke falje edhe u kryet. Ta. Jo, aja është ma e kollajshme, po me mbrojt atë falje një famnjërë. Ose me arsjetu atë gabim. Që ato dhe përdu me thonë që me di që shme kërku, me arsjetu që ato që për një me më mbyllë që e mësë me ndodhë prapë dhe me përmenu, la ta kom folje, e ma ke bo që to për ta folje. Kuptoj. Okej. Që kjo, snik, rrëth temës, përka shumë? Bëllë pas ka pas. Tamam. Edhe ko ke s'pa qef, kështu që s'po të mundoj më shumë. Veç Një dhe mësë më në veç më rau dhe kësaj dhe ka radio e po shtile të shkajti. Mirja ke bo. S'po të shti sot mi bajt gajbet edhe pak për rinë. Nesa. Ja dhe më ka nërë dhe teze dhe të kalamë, që marë unë për s'kema mirë. Hajde kaluse. I me aprish. Leo. Unë ke zonë të pi. Pas vëllë mirë. Oke, të më plas. Jo të më prish, po të më plas. Për nëse dhe se janë dy gjera si të përafta. Dy gjera si të përsëritura. Hade, cila kongë? Kush me përshëndet kanë? Qa kesh vetëm bu, një me ketizja të ngonja. Po një me bemiksin e konja këqërrejle dishe. Jem altin sul, kukuk. Po një. Ashtë diçka, a ishe gjoj, së në mojta me. Ta shojmë. Po një edhe altin sul ku ka curele, paska, këta të shqipnis ka curele. Kishe na shkollë. A becare edhe pi. Shpejt për lidhës. Albe kuku. Mirë, dhe më në gjithë. Dytë me një oha. Po ti dhe ki për e blikit. Në vratër të këporit natës edhe në shkimit evropian. Mirë. Hade, përshëndetje? Përshëndes të javë, ne jeni të mrekullu shumë. Po jo dhe qaj me familje, faleminderit shumë. Po jena, të ashtë malëteze pas i zinorë që të harqë. Aha, vatu ka nisme nga dhe që. Jem të dëgju bile për do atë rëkosin kë pas kohë. Me hovacione kështu, hova. Okej. Kështë që i përshëndet të ty, gjithashtu orin, atë dy DJ Drita dhe DJ Elena in the house. Oh yeah. Bleta në koftën e pari, bashkë me djallë dhe me Shqipënjën. Shqipënjë i mobit. Shqipënjë. Shqipënjë. E përshëndet edhe djallin e madhë. E të arrujtë zoti, rret mashallah dhaj. U bo mu përshëndet. U bo mu përshëndet. E që ka ku të kryt këtë babës vetë. Sa me bo. Ja, ty beski që më. Kështë që me një fjallë janë përshëndetër gjithë ata elektorat. Nuk e dëgjuar ta në volve, edhe dëgjumi se i thonë se njëta. Hajde, s'keve sot më isha monit kuft? Nësë latë shumë? Këmbërë. Qashtë. Jo, dhe më ljodhë jo. Dim ku jemi. Drejti kran kaos dikun. E me një
Rikë manon edhe janë më op. U ryk. Hajde. Shishmishmi. Ciao. Përshëndes dhe Islamin atje këft. Islamin, kollajti tjetër kujna Islamit, hajt. Ja, po, e di që edhe hishmës me kona në qatë i bin menën edhe për qëta. Qashtu që. Hajde. Faleminderit edhe Islamit po të përshëndet garant. E di që bile të shakon atë më kishë u zemra. Po, Smojla. Hajde. Smojla. Ismojla, po. Ciao. Të ndangë. Me Snikersin shkuam dhe ishim bashkë në këtë program, po më në këtë thirrje. Ne përshëndesim, falenderojmë shumë. Në Skype është tjetra telefonat në pritje. Mbrëmë përshëndetje, mirë se ardhët. Ishte të gjitha. A mujte? Po. Si kalove? Një shumë. Ti? Mos më thuaj që edhe ti tash nga gjumi. Jo, ishe duke pritur, kisha ndarë mikrofonin edhe... Kishte kap gjumi, një klapës. Jo, dhe kolla jo. Nuk më kap gjumi, kap të vanë. Okay. Ja, po kur je, ke parë që shtrirë dhe normal zëri është pak ndryshe. Ta kuptoj. Breko nuk flet me atë kënd edhe... E tani edhe më shumë. Pak me i vrasht, po. Ta kuptoj. Mirë, sonte po bisedojmë... Mi, hiqja kështu vërdalisemi, po flasim me popullin për a e pranon e gabimin dhe a kërkoni falje. Patjetër, nëse kam gabim, e pranoj gabimin, nëse kam bërë diçka për e kam venduar dikë, e marr dhe falje. Nëse unë e di që kam bërë një gabim, nëse nuk është për të kërkuar falje, nëse kam thënë vërtetën dhe Okay. Nuk ka pse. A do të thonë veç në rast kur është për të kërkuar falje, ndryshe jo. Normal, se ne jemi gjallë, por mund të gabojmë, dhe njerëzve mund të mundojmë dikë. Dhe e ndjej veten shumë keq, dhe tani jam një person që nëse bëj diçka nuk flej gjithë natën, derisa të flas me anën e kundërt, që ta sqaroj dhe ti kërkoj falje. Ta bëja qërim ku çka. Tani normal që jam në gabim, është bërë pa qëllimshme, edhe nëse ti e bën me qëllim, nuk ndjem radh, kështu që kërkoj falje. Bukur. Po, ndaj teje gabuesit, ata që bëjnë gabime ndaj teje, a kërkojnë falje dhe aja u fal, po në raste kur ata mund t'jenë në gabim tek ti? Tani mbahet me kë, nëse kam shumë persona që mund të mendojnë negativ për mua, ka shumë persona që mundohen që të më shkatrojnë mua, ka shumë persona që flasin bas shpine, edhe pse unë nuk i njoh fare, e di që i kam parë kështu me sy që kanë folë dhe që kanë shkruajtur, po gjithkush e bën për vete, edhe nuk e kam, edhe pse s'kam kërkuar falje, nuk e kam diçka kështu. Se unë e di veten ku jam. Kuptoj. Thjesht në rastet tilla njerëzit e tregojnë veten, kështu që kur do të qoftë çka do të qoftë. Po, sigurisht. Po, edhe pse e di ti normal kur ndjen veten që ke bërë gjë dhe nuk të vjen, dhe nuk të thotë që ishte pa qëllimshme, po mund ta sqarojmë kështu. Je rehat. Edhe pse po jem pak më rehatshme, po që kush e bën për vete, unë nëse e ndjej veten fajtore, unë të gjej diçka dhe të gjej anën e kundërt dhe të kërkoj falje. Që nuk pres nga të tjerët, kurse unë vetëm ti me di shumë pak. Kuptoj. Mirë, ata që mund të kenë qenë me gabime ndaj teje, a provon të bëhesh hakmarrëse ndaj tyre në të ardhmen, ose jo, lërë?
Ka kërku falje, kaq. Edhe të mos të kërku falje. Kush jam mund të bëjmë të hak merren për diçka më. Ja. Super. Nuk bi poshtë një nivele të tilla. Kuptoj. Çdo kush e bën për veten e vet. Çdo kush bie nëse unë bëj të njëjtën se çfarë mund ta bëja në kundër të tjerë, tregohet karakterin. Eksakt. Nuk e kam problemin. Po kur është diçka për ta sqaruar, është më mirë të qesh direkt kështu nëse nëse ti për shembull e ke afër ta kash që se ke larg sqarosh prapë gjithë. Po nuk pi në nivel shumë poshtë. Kur unë e di se ku jam, nëse unë ndoshta se ndonjëherë ndodh edhe këto gjëra që ti kur jeni në nervoz, mund të thuash një diçka dhe nuk e mund ta analizosh në kokën tënde çka kam thënë. Po, anaj kundër mund të dëgjoj më mirë, dhe tani kur pa po që kështu tani normal dhe kuptoj që po të përfundoni gabim. Dhe normal që të pranosh atë. Se ti ke thënë. Kuptoj. Mirë. Është pak a shumë rreth temës lindë. Po. M'fal se ndërhyva. Ja, shumë mirë. Ja. S'kisha diçka kushtuar, ishte gjitha. Nashti që mora atje. Shpresoj të mos jetë dikush tjetër nga lidhja tjetër dhe të qeshi nga kurtiku nga kaq, si më që qeshi lumi. Megjithatë, lumi na e sqaroi që nuk e kishte për ty as për mua, por ja, e kuptova unë, që përshëndetje dhe unë që se duke dëgjuar, qesh lumi se të ka edhe atë kur qesh. Po. Përshëndes vetën time, ty bashkë me të dashurën tënde. Faleminderit. Edhe këngë ka, jo. Po më? Atëherë e urrej shiun. Elite 5. Po, se po bie shi. Po. Okej. Pra si dritarja të lartë të dëgjohet ajo e zhurma. E urrej shiun. Elita 5, patjetër do të jetë për juve pas pak çastesh. Faleminderit. Gjithat mira, natën e mirë. Ishim me Lindën e përshëndesim duke falendëruar për inkuadrimin e saj në program. I dëshirojmë argëtim e disponim të mirë në valët e radio rinia.net. E do vazhdojmë tutje me dëgjimin e këngëve të tjera që janë kërkuar deri më tani dhe do të dojmë për shembull çfarë këngë do të dëgjojmë. Cila është në radhë, cila është kërkesa muzikore që është kërkuar, do të shohim. Edhe pak minuta ngjelen deri në fund të programit. Po, okay, poni edhe Altin Sulku për dëshirën e Snikersit. Por, para se të vazhdoj kjo këngë, vjen telefonata tjetër. Përshëndetje, mirë mbrëma. Mirë mbrëma, përshëndetje. Mirë se ardhët. Falenderit, mirë qofsh, po me të thënë drejten. Mos më thuaj? Ata mbëlsi, atë dëgjim të këndshëm, ajo Linda Cëhë Strugone. Dhe me thënë, e ke po që i bëjnë share njerëzit, kjo kur flet bën share me share. Besojnë nga goja. Edhe o mendova me vetën dhe a me thira mos me prish këtë bëjsh. A beson që mendova? Nuk e beson. Thash mos ta fliqe, mos ta bëj koktel pa lidhje. Thash ta lëmë të ëmbëlsinë natyrshëm. Po e mirë, mërë, zoti, po mirë mërë flet, po hamëll flet, interesant, është e qetë, është e njëjtë. Prej senjo, do me thënë që e kam dëgju në për radio, nuk e di në cilin në radio e kam dëgju dhe me kanë për herë të parë, po qysh nuk ndryshon kjo insan sa hamëll flet. Unë nuk kam ide, nuk e një kush është asi, vetëm për me zënit. Ama vërtet shpërndan, bën shirë, shërbet. Shpërndan shërbet, Linda. Linda, dëgjoj, se po thu tani ande jo këtej, jo, ku ta diun.
Po që ishin tjerë. Jo, unë e kam, kur flet Linda e kam nga të preferuarat. Prej se dëgjoj radio, janë ja 5-6 që i pëlqej deri diku. Po, në seri, hajde vazhdoj manën ti. Okej. Më thuaj, sonte po diskutojmë a e pranoni gabimin dhe a kërkoni falje? Po filloj nga e dyta, a kërkoni falje? Nuk kërkoj falje, në kur. Pse? S'kam pse dhe e pranon gabimin, po nuk s'bëj gabime kur? No. S'bëj gabime. Po jo, nuk bëj gabime, kërku falje. Gabimi ka qëllim gjithmonë, edhe ti për qëllimin tënë, që do në me kërku falje, që aki me kërku falje, të qëllimi i dihet njerëz zakonisht. Nuk ka gabim pa qëllim. Nuk ka gabim pa qëllim. E unë për gabimin tim të qëllimshëm nuk kërkuj falje. Po pse gjithmonë është i qëllimshëm gabimi? Gabimi gjithmonë është i qëllimshëm. Mandej arsyetime ka më fal, nuk e dita bla bla bla. Po ne jemi njerëz normal. Ne e dim që jemi të folë, që jemi të bo, që gjithmonë e dim. Gjithmonë e dim kujt jemi t'ja bo, kujt, në qëse nuk din t'i diçka, pse e thu, ose pse e bën. Po kërkim falja është me umbullu. Në fakt, ti kërko tër ditën falje, se nëse i bën dikuj diçka, për me ta mbajt men, ai ose ajo mundet me thënë falë të kohë të ku e di, edhe smeret fare me ty, po ajo nuk të harron kur atë gabim, kur se ke të falur, vetëm formalisht i të falën, ta mban men gjithmonë. Edhe, po unë që t'jem i sinqert, mësë bëj be gabime, po jam i pagabuzë. Okej, në base ato gabimet që mund t'i kesh bë me atë qëllimin, dhe më thonë, qysh po e thuti që është edhe gjithmonë i qëllimshëm. A ke tentu në erë me kërku falje që thjesht me marrë një asi falje sa për të thënë? Po, akoma nuk jam budalla me kërku falje. Unë e bëj gabim matë. E filloj një gabim matë madhë me përfitu. Se e di që se kam arrit qëllimin me atë gabim, edhe e bëj një gabim pak matë madhë, të përfitoj nga gabimin. Jo, mërë që farë të mosë për një. Po e s'kërkoj me rivalje. Falje të fërti. Unë atë gabim që e kam bo për shembol, edhe të vajde, për x arsye, edhe dikuj të më falë. Mos i tha më falë. Unë e përmisej gabimin e bëj pak matë madhë, mas të të viku. Edhe bëj më interesant atë lloj gabimi që me u duk i vërtet gjithçka. Edhe mos haro, gabimin nuk e kërkosh e din gabimin nuk ta han kërkosh, ta pranon gabimin. Mirë, po kur i pëlqen gabimi që e bë, edhe pse di që ti gabimisht, mirë po personit të kundërt i pëlqen diçka, nga i gabim, nuk ta thotë që e gabim, po e han atë gabim, edhe i bën mirë. Ma vonë më të thonë, di më ta përmend atë gabimin, po mirë, po gabimi është i dyanshëm. Gabimtari që e bën gabimin, po qëllimisht e bën, gjithmonë ka qëllim gabimi, nuk ka gabim ne pa qëllim. Kur brez ka lidhet i me shka dush, gabimin, edhe le ta tregon dikush këm gabu kështu, edhe analizoj e mirë, edhe shef që gabimi ka pas qëllim. Mandej, arsyetimi është kaj diçka tjetër që unë gabova se nuk e dit, ose më patë thonë, i pata thonë, më ka pas thonë, kam mendu, kam dëgju e tjere tjerë, këto janë arsyetime. Gabimi gjithmonë është i qëllimshëm, edhe pikë. Mirë po, falë Zotit, më ka thonë apësi Zotit, si i dërkusin Zotit, nuk pa kërime. Faleminderit ty. E përshëndes Lindën. Jo për tjetër, mos t'i shërbet kur se kisha përshëndet. Se kjo është gabim, dash qëllim, dash e dush, është qëllim shumë se vetëm prej arsyes që ma knoq veshin, ma knoq trurin, nuk e di ku e dëgjoj. Beson që unë isha të usit, ishte një dëgjus tjetër, edhe kur e kjo, ja dëgjoj erën aty nuk që flasin bukë për e
Shnet të poftë shërbeti që flet, Linda, shnet edhe ty që morën lidhje, edhe përshëndetje për gjithë gjinin e bukur. Okej. Bëda një kongë të mirë kështu? Për shef? Me të mira. Okej, faleminderit. S'ka janë, edhe kongë të qefit i kam këto ilësha i kur të Ilësha për qef, në qashtë që. Po. Okej. Me kongën tim, me më një aprish në qef, në këto e që më mirë. Adi me të mira. Faleminderit. Faleminderit. Gjithashtu. Me bekimin ishim, përshëndesim duke falenderuar për inkuadrimin e tim program Arkti me disponim të mirë. Okej, po vazhdojmë me preferencat muzikore të Sneakersit, kthehemi pas saj këngën e sot do kemi telefonat tjerë e mbyllim programin për sot. Se do e mbyllim programin me Elitën 5 e urej shiun. Kështu që dëgjues dashur, ju falenderoj shumë për inkuadrimin tuaj të deri tanishëm. Ju përshëndes përzemërsisht ju të gjithëve që u inkuadruat dhe u bët pjesë e këtij programi. Përshëndetje po ashtu e veçantë edhe për të gjithë ata që vetëm na kanë dëgjuar dhe ju lë takim në programin e ardhshëm që do të jetë nesër mbrëmë. Deri atëherë nga Una Vni Lugiqi dhe nga mbar stafi i radiorinia.net, natën e mirë dhe miru dëgjofshim.